Unë i kam mbredhur kampet e përqendrimit. Unë kam qenë Spaç, që fëmijë i vogël. Unë kam qenë në Qafbari, unë kam qenë në Burrel. Dhe ju keni që ai nuk është ka djem tek qit PS-s, pavarësisht që opozita mund të mërzitet që është zoti Koçi. Dhe nuk e kam parë babën tim në moshën bebe 3 vjeç në kampin e përqendrimit Spaçit. Dhe kjo më ka bërë që të filloj nga ana emocionale të merrem dhe me Auschwitzin. Po si mundet Partia Socialiste mbas 30 vjetësh? Ja thash një kolegu këtu në mënyrë në NZ Këshill Miqësore. Në këto tema, të paktën heshni ose mos flisni. E dini ju që asnjë pushtues në Shqipëri nuk ndërtoi kampe përqendrimi këto për masa. E dini ju që komin shqiptar nuk e izoloi askush në këto për masa. E dini që ky nuk është konflikt partjak, as folklorik. Kjo është fatkeqësia e një kombi të vogël, një kombi shumë të vogël që mori një teori, një doktrinë që vinte nga Gjermania dhe u përpilua nga Lenini, nga Trotski, nga Stalini, nga kriminalet më të mëdhenj të botës, që vranë miliona e miliona njerëz. Ja sollën një populli të vogël. Dhe ju flisni sot, sekretarët e rinis guxojnë sot flasin për ndekurit e Spaçit, të flasin sot për Xhelal Koprenskën, të flasin sot për Tom Dojën që i nxorën syt dhe eksperimentuan, të flasin sot për nënat që ngjisnin malorën e Spaçit, ku dhe unë si bebe ndiqesha me ata. Ju guxoni sot flisni, po ju do të heshni sot 1 milion vjet. Çfarë i keni bërë ju këtij kombi? Dhe më jepni 5 minuta të flas për 5.000 vujtje, për 500.000 vujtje për të kombit shqiptar, për qafën e Barit,